Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov duket se ka humbur mbështetje në Kremlin pas dështimit të përgatitjeve për një samit mes Vladimir Putin dhe Donald Trump, raportoi The Moscow Times, sipas burimeve të brendshme, pas një telefonate të tensionuar me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, që përfundoi me anulimin e takimit të planifikuar në Budapest. Lavrov është larguar nga disa funksione kyçe. Mediat ruse citojnë se 76 vjeçari Lavrov nuk mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë më 5 nëntor, ku Putin diskutoi mundësinë e rinisjes së testeve bërthamore të ndaluara që nga viti 1990. Gazeta Komersant raportoi se mungesa e tij ishte e koordinuar, por ai ishte i vetmi antar i përhershëm që nuk mori pjesë. Për më tepër, Lavrov është zëvendësuar si drejtues i delegacionit rus në samitin e G20-s, detyrë që tani është besuar ndihmësit presidencial Maksim Oreshkin, konfirmoi zëdhënësi Dmitri Peskov. Putin vet nuk do të udhtojë në Afrikën e Jugut për shkak të urdhrit të arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale. Sipas The Moscow Times, tensionet në Kremlin shpërthyen pas bisedës telefonike të 21 tetorit midis Lavrov dhe Rubios, që kishte për qëllim përgatitjen e takimit Putin-Trump. Rubio dyshohet se ka këshilluar presidentin amerikan të anulojë samitin, ndërsa menjëherë pas kësaj Washingtoni vendosi sanksione të reja ndaj kompanive ruse Rosneft dhe Lukoil, të parat që nga rikthimi i Trump në Shtëpinë e Bardhë. Gazeta Financial Times raportoi më herët se anulimi i samitit erdhi pasi Moska refuzoi të zbutë kërkesat territoriale në Ukrainë, duke e bërë të pamundur çdo kompromis diplomatik. Lavrov u pa për herë të fundit në një takim të profilit të lartë me udhëheqësin rus muajin e kaluar, kur ata pritën në Kremlin ministrin e jashtëm të Koresë së Veriut, Choi Son-hui. Raportet për shkarkimin e Lavrov vinë ndërsa dronët ukrainas me rreze të gjatë veprimi sulmuan një uzinë industriale rreth 800 milje brenda Rusisë të martën. Ushtria e Ukrainës mbeti gjithashtu e përfshirë në një betejë të ashpër për të penguar një sulm rus në qytetin kyç të Pokrovskut në rajonin lindor të Donetskut. Sulmet e guximshme të Kievit thellë brenda Rusisë, duke përdorur dronë të prodhuar në vend, e kanë turpëruar Moskën, me zyrtarët që janë të pakujdesshëm për çdo dëm dhe kanë shqetësuar rusët. Ukraina ka synuar fabrikat e prodhimit, rafineritë e naftës dhe qendrat e logjistikës ushtarake në një përpjekje për të prishur përpjekjet e luftës së Rusisë, pothuajse 4 vjet pasi Moska nisi një pushtim të plotë.